Kryetari i partisë së dytë në zgjedhjet e 28 dhjetorit, Bedri Hamza, ka thënë se nuk e ka problem të takohet me kreun e partisë së parë, lëvizjen vetëvendosje për një marrëveshje politike. Megjithatë, ai ka thënë se përgjegjësia i takon Albin Kurtit për ta konstituar kuvendin dhe që ta formojë qeverinë e re të Kosovës. Ai i ka 57 ulëse në kuvend, sigurisht që e bën koalicionin edhe me deputetët e komuniteteve jo shumicë, që nuk janë serb, por të komuniteteve të tjera, dhe e ka numrin e mjaftueshëm për të formuar qeverinë, ka përgjegjësi për të formuar qeverinë për konstituimin e kuvendit, ka përgjegjësinë që pa vonesa ta konstituojë kuvendin, të gjitha pozicionet e këtij, edhe të kryetarit, edhe të nënkryetarëve. Ne i votojmë nënkryetarët për shkak se e kemi edhe nënkryetarin nga radha e PDK-s. Për të gjitha pozicionet e tjera, përgjegjësia është e tyre, u shpreh Hamza mes të tjerash në intervistën e parë ekskluzive pas zgjedhjeve të dhjetorit. I pyetur se a do ta votoj PDK-ja kryetarin e kuvendit, Hamza tha: "Pse me pas ne vot? I kanë ata, i mjaftojnë dhe normalisht pa marrëveshje politike ne nuk votojmë." Tutje kreu i PDK-s tha se nuk janë në pritje të asnjë partie për marrëveshje, teksa potencoi se partia e tij ka qenë gjithmonë bashkëpunuese për tema në interes të vendit, për çka tha se do të jetë edhe në të ardhmen. Asnjëherë nuk u ikim bisedave, nuk do të thotë se pajtohemi, por bisedave dhe takimeve asnjëherë nuk u ikim. Varet tema dhe mënyra e ftesës, sepse edhe me të ftu duhet me të ftu mirë dhe mbar. Kjo i bie që mos me ta çu ftesën mirë dhe qartë, me pas çfarëdo prapavija apo tendence, nuk funksionon, deklaroi Hamza. Duke folur për postin e presidentit, i cili duhet të zgjidhet për rreth një muaj e gjysmë, ai shpreh vullnet për të biseduar me Kurtin për këtë çështje, por tha se sërish përgjegjësia i bie partisë së parë. Ndër të tjera i kujtoi edhe rastet e së kaluarës, se si janë zgjedhur presidentët në Kosovë. Nuk ka kur gjë të keqe me fol, por përgjegjësia për me i ba votat i takon partisë së parë. Presidenti Rugova herën e parë ka dhënë postin e kryeministrit, ku ka qenë zotëri Rexhepi, edhe vet ka qenë president. Herën e dytë ja ka dhënë zotit Haradinaj dhe vet ka qenë president. Herën e tretë është zgjedhur zoti Sejdiu me përkrahjen e PDK-s dhe kryeministër ka qenë zoti Thaçi. Mirë po PDK-ja i ka pasur shumicën, por e ka marrë kryeministrin dhe ka zgjedhur presidentin me marrëveshje politike. Në hapin e radhës, zoti Pacolli është zgjedhur po ashtu president dhe PDK-ja ka qenë partia e parë. Postin e kryeministrit e ka pasur zoti Thaçi, e Pacolli është zgjedhur president. Zonja Jahjaga është zgjedhur po ashtu në kohën kur shumicën në kuvend e ka pasur PDK-ja, deklaroi Hamza. Ai shtoi se gjithmonë partia e cila e formon qeverinë i takon përgjegjësia më e madhe që ta gjejë një formulë se si ta zgjedh presidentin e Republikës.